Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim në këtë episod të radhës për një ngjarje që nuk e kemi prekur më përpara në bisedat tona me të ftuarit në Maqedoni apo në Kosovë, për rastin e Doarsa Spaiut, vajzën 25 vjeçe që u gjet nga Gjakova, që u gjet e vdekur në fillim të muajit tetor në Tetov, në Maqedoninë e Veriut, ku prej 3 vitesh aty studionte dhe ishte në master në Universitetin e Tetovës. Dyshimet për këtë rast janë të shumta për sa i përket si ndodhi ngjarja edhe kush mund të fshihet pas kësaj, ndërkohë që ende nuk ka diçka konkrete nga autoritetet atje. Por një zë i fuqishëm për të zbuluar të vërtetën ka qenë Arbër Zhubi, shtoku i saj, të cilin ne kemi të ftuar. Arbër, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit shumë që na ftuat. Arbër, faleminderit ju. Të lutem, a mund bësh një hyrje, një përmbledhje të asaj që ka ndodhur deri tani? Po, i nderuar. Deri tani prej ndodhisë së rastit, ku shoqja jon është hedhur nga balkoni nga personi Hevzi Seideu, ne deri më sot kemi qenë duke mbledhur fakte të ndryshme, prova të ndryshme, biseda para rastit, disa ditë para rastit, ku shoqja jon është kërcënuar që do t'i merret jeta, që ishte thënë do të djegim çdo qelizë e cila gjendet në trup, fjalë të tjera si edhe në këtë botë dhe në botën tjetër ti do të jesh e imja, dhe pas ndodhisë së rastit, ku shoqja jonë është hedhur nga balkoni, ka pasur një heshtje tendencioze, si nga autoritetet e Maqedonisë, në këtë rast prokuroria, si dhe nga pala e familjes që kanë kryer krimin, që janë absolutisht në heshtje, dhe deri më tani kemi hasur në një ngurtësi të jashtëzakonshme nga autoritetet maqedonase, prokuroria, qoftë na jep informacion, qoftë na tregoj se çfarë po ndodh me lëndën, dhe deri më tash nuk kemi asnjë zë nga prokuroria, edhe pse gjitha faktet vetë janë të prezantuara në prokurori. Arbër, çfarë përfaqëson ky njeri që ju më përmendët pak më lart? Po, për familja Seideu, më saktë Hevzi Seideu dhe prindi i tij Bajrus Seideu, janë një familje kriminale e involvuar në krim që thuajse 3 dekada në Maqedoninë Veriore. Rasti i shoqës tonë ishte fatkeqësia që ne u dëshëm ta shpalosim emrin e tyre tek opinioni publik, sepse deri më sot, përkundër shumë krimeve që familja Seideu ka kryer, askush në Maqedoninë Veriore nuk ka marrur guximin që t'i përmendin emrin. Mirëpo me ndodhinë e shoqës tonë, me fatkeqësinë e shoqës tonë, ne vetë kemi zbardhur emrin e një familje kriminale që ka kryer operacione krimi të shumta në Maqedoni që mbi 20 vite. Arbër, po Doarsa, cila ishte lidhja e saj me Hevzi Spaiun, si kishte mbi emrin? Cila ishte lidhja me të? Çfarë lidhte me të? Shoqja jonë është lidhur me Hevzi Seideun për pak më shumë se 2 vite. Ai është prezantuar që kam pas një raport. Po, një raport lidhje, një raport dashurie, që Hevzi Seideu në fillim nuk ka treguar që ka grua, dhe kështu e kam manipuluar shoqën tonë deri në para 3 muajve të fundit, ku shoqja jonë vetë se ka filluar të marrë vesh të vërtetën, dhe në momentin që ajo ka marrë vesh të vërtetën, pastaj kanë filluar sulme ndaj saj. Kanë filluar kërcënime që ti nuk mund të më lesh mua, kanë vazhduar me fjalët si jo njerëzit po të gënjejnë, kjo nuk është e vërteta. Po shoqja jonë tashmë vetë se e kishte zbuluar, dhe për shkak se studionte në Tetov, ishte në afërsi të kriminalit gjatë shumicën e kohës, për shkak se duhej të shkonte me studime, dhe për shkak se ishte në prezencën e tij, ai vazhdimisht ka ushtruar dhunë psiqike, gjithashtu edhe dhunë fizike në shoqën tonë, muajt e fundit deri ku ndodhi akti që kriminali Hevzi Seideu e shtyu shoqën tonë nga balkoni. Ky person është i lirë sot, ku ndodhet? Është marrë në pyetje, ka dhënë një dëshmi, çfarë thon autoritetet? Asnjë informacion nuk e kemi prej autoriteteve, e dim vetëm se ka dorëzuar një telefon i cili është telefon i zbrazët, pa informacione, sepse nuk e ka dorëzuar telefonin e tij personal, dhe as nuk është lajmëruar Hevzi Seideu që ta ngushëlloj familjen,
nëse do të ishin gjërat ashtu siç ata pretendonin që është vetë vrasje, atëherë ata nuk kishin asgjë për të fshehur, do të paraqiteshin tek familja, do ta ngushëllonin familjen, mirë për shkak të veprës që kanë kryer, e cila është vrasje, ai person vetë është zhdukur nga faqja e dheut dhe askush nuk di për fatin e tij. Po, do arsa juve ju ka folur në ditët e fundit pra për këtë që po ndodhte, për kërcënimet dhe gjithçka tjetër? Ka folur me familjen dhe rrethin e ngushtë, që i ka informuar për situatën, mirë po meqense shoqja jon me një farforme ka pasur besim tek aftësitë e saj, sepse ka qenë një studente shembullore me notën mesatare në shkollën e mjekësisë 9.3, ajo është nisur me një fakt logjik që unë e kam për detyrë që të komunikoj me personin dhe t'i them atij që të shmanget nga jeta ime, mirë po ajo nuk mundi sepse thjesht të merri ishte i jashtëzakonshëm, ma ajo insistoi që ta bindë vetë personin që t'i largohet asaj, mirë po ky tentim fatkeqësisht ishte i pasuksesshëm. Komunikimin e fundit me të sa e keni pas përpara se sa të merrit vesh ngjarjen dhe si e morët vesh? Unë e mora vesh ngjarjen nga familja, nga rrethi i ngushtë i familjes. Unë nuk kisha komunikim me shoqen time rreth 6-7 muajt e fundit, për shkak se unë isha me punë dhe ajo ishte me studime, mirë po isha në ngjarje pak a shumë i informuar jo detajisht për incidentet që po i shkaktohen kohëve të fundit, mirë po jo deri në atë pikë që të ishim që të mund të merrnim reagim të parakohshëm. Ju në mos gaboj keni publikuar ca mesazhe në media? Po, kam publikuar mesazhet ku personi Hevzi Sejdeu rreth 3 deri në 5 ditë para se të ndodhte akti, e ka kërcënuar që do ta djeg çdo qelisë që ke në trup, unë të betohem që ti je vdekur, të betohem në telefon, dhe biseda tjera ku ai thot ti je imja edhe në këtë botë dhe edhe në botën tjetër, që automatikisht nënkupton që bazë mesazheve të tij personi vetë se ka pasur tendencë që t'ja marrë jetën. Ka edhe mesazhe të tjera në prokurori që janë shumë të qarta, mirë po prokuroria në mënyrë shumë çuditshme dhe që ne mendojmë që është tendencioze, po vendos të hesht dhe ky është fakti më shqetësues që ne kemi. Sikur të mos ishte i mjaftueshëm krimi që kanë kryer, edhe heshtja e jashtëzakonshme e prokurorisë që i ka fakte dhe nuk po ndërmerr veprim, neve na shqetëson akoma dhe më tepër. Ju keni qenë, sikur e thash edhe në hyrje, një zë i fortë që çdo ditë po ngulmoni për të zbardhur e vërteta. Po prokuroria ju ka marrë në pyetje, a ju ka ftuar për t'ju dëgjuar? Nuk më ka marrë në pyetje prokuroria, ka marrë dëshmitar, një dëshmitare, shoqen e Daorsës, e cila ka dëshmuar se edhe ka qenë pranë Daorsës deri në momentet e fundit, ditëve të fundit, kohëve të fundit, kur ka ndodhur incidenti dhe ka qenë shumë e informuar se çfarë po bën Hevzi Sejdeu ndaj shoqes tonë, si po e kanos, si po sëlmon fizikisht dhe psikikisht, dhe po ky emër i cili ka qenë në prokurorinë e Maqedonisë, ditën e parë që ka shkelur në territorin Maqedonas për të vijuar studimet, është përndjekur me tentim për kidnapim, kjo ka ndodhur para 4 ditësh. Pra prokuroria, në vend se të merret me rastin, kamerat e sigurisë ku Hevzi Sejdeu shihet në vendin ngjarje, kur shoqja jon është hedhur nga balkoni, bisedat e tjera të pafundme, emrin konfidencial që gjenden në prokurori si dëshmitare, prokuroria po e hedh në pak nga ana krimit dhe kjo dëshmua sepse ditën e parë që një dëshmitare e rastit që ka dëshmuar në prokurori shkelën në Maqedoninë e Veriut, ajo vetë se u ndjek me makinë, nga një makinë Mercedes me tarp nga Shkupit që lidhen me aktivitetin kriminal të personave që i cekëm. Pra po më thoni që shoqja e Daorsës një vajzë nga Kosova që është marrë në pyetje dëshmitare për këtë rast, por nga prokuroria ka dalë sekreti hetimor dhe ndaj këtij personi është tentuar të rrëmbehet pra ky person, kjo vajzë. Po, është tentuar të rrëmbehet, është ndjekur 2 natë me radhë. Është ndjekur natën e parë, ajo ka vërejtur që po përndjeket, mirë po vetura i ka qëndruar më larg. Më pas është futur në një kthes dhe e ka parë që vetura po i afrohet me shpejtësi, mirë por kur shoqja jon u fut në kthesën tjetër, ajo e kishte një apartament të afërt të një personi që e njihte dhe u fut në apartamentin e atij personi dhe qëndroi aty deri në mëngjes.
më pas vetura nuk ishte më prezente, mirë por kur shkoj të nesërmen në spitalin e Tetovës për të kryer praktikën, sepse është studente e mjekësisë, kur dolin nga praktika, me njëherë po të parkuar të njëjtën veturë poshtë spitalit gjithashtu dhe ajo vrapoi në prokurorinë e shtetit Maqedonas, e cila është rreth prokurorinë e Tetovës, që është rreth 7 minuta larg, dhe aty e denoncoi rastin, mirë po prokuroria i tha ti nuk ke prova, nuk ke kamera, nuk ke dëshmi dhe ne nuk mund të hapim rast, të sugjeroj të kontaktosh familjen e daorsës dhe ata të aranjojnë procedura tjera për ty. Pra shteti i Maqedonisë leqë nuk e mbrojti dëshmitarët, mirë po i tha kujdesu vetë për sigurinë tënde brenda shtetit tonë. Ajo më pas kontaktoi familjen, familja kontaktoi ambasadën e Kosovës në Maqedoni dhe ata i thanë ambasada e Kosovës në Maqedoni i thanë edhe pse ti pas prokurorisë je shkuar në polici dhe dha një deklaratë, sepse ajo pas prokurorisë shkoi në polici për dhënë një deklaratë, i tha ajo deklaratë nuk vlen fare, autoritetet maqedonase absolutisht nuk e marrin për bazë, sepse njihen për jo kompetencën e tyre dhe keq ka mund bëjmë ne është të përcjellim policinë dhe të kesh përcjellje që të vijë deri në territorin e Kosovës. Mendoj që me këtë pasiguri kaq të madhe, ky person nuk është më në Maqedoni për momentin, në Tetovë. Besoj se është kthyer në shtëpi. Nuk e dim për shkak se nuk kemi informacione për personin, mirë po duke marrur parasysh se në çfarë niveli kriminal këta operojnë. Për rastin ton tashmë vetë se din krejt bota dhe me tentimin për kidnapimin e shoqës tonë, që ishte dëshmitare, ata vetë se dëshmuan që nuk kanë as pak frikë, ata vetë se dëshmuan që të shkojnë në çdo nivel të mundshëm që t'ia arrijnë qëllimit të tyre dhe duke marrë parasysh që shteti i Maqedonisë absolutisht është shteti korruptuar dhe ku ligji nuk funksionon, ka edhe mundësi reale që personi vetë të kthyer në shtëpi sepse është thjesht strehimorja e mbrojtjes së krimit të tij. Ju kur keni komunikuar për të fundit me të? Unë kam komunikuar me shoqen time rreth para 5 muajsh për herën e fundit. Jo, e kam fjalën me dëshmitaren. Me dëshmitarët kam komunikuar ditën e djeshme. Pra është mirë. Po është mirë, është në shtëpi, është e tmerruar për shkak se është një vajzë e re e cila po përndjeket për kidnapim, mirë po ishte fati jonë që ne absolutisht prisnim gjithçka nga këta persona sepse ne e dinim të kaluarën e tyre kriminale, ne e dinim që ata nuk do ta linin lehtë. Ajo është e tmerruar, është shqetësuar, mirë po nuk mund të themi që nuk ishte diçka e pritshme. Po për ju prisni diçka vetë personalisht? Po, edhe unë kam marrë kërcënime pafund, ka kontaktuar edhe familja e tyre, Bajrus Seideu, prindi, nëpërmjet një personi tjetër, që nuk dua t'ja përmend emrin, më ka kontaktuar në telefon dhe më ka thënë që ndoshta do ishte më mirë që ta lëm këtë punë dhe unë i kam thënë që absolutisht nuk e lë këtë punë dhe ne do ta ndjekim deri në fund. Madje edhe personi që ka kontaktuar, në emër të tij, e ka mashtruar duke i dhënë detaje shumë të vogla, pa i treguar situatën, dhe ai vetëm kontaktoi me një farformë të lutem hiqe videon dhe më pas kur personi e dilte gjithë rastin, kur ne ja shpjeguam gjithëm, edhe ai u tërheq tha kërkoj falje, më vjen shumë keq sepse edhe unë jam mashtruar. Mirë, po tendenca ishte e qartë, ata kontaktuan që me një farformë të na kërcënojnë neve, mirë po ne absolutisht jemi imun ndaj kërcënimeve dhe e prisnim edhe që do na kontaktonin personalisht dhe ajo ndodhi. Arpër dhe diçka të fundit kam, si mendoni që do mbyllet gjithë kjo? Ju keni besim që do zbardhet, se më thatë pak më lart, që personi del edhe te kamerat e sigurisë? Po, absolutisht. Ne kemi fjalë pafund kur është kërcënuar që i merret jeta. Kemi shenja të pastra dhuni që kanë ndodhur në shoqen tonë. Kemi një person që gjendet në vendin e ngjarjes, duke e konfirmuar vdekjen e shoqes tonë poshtë, duke e lëshuar skenën e krimit dhe kemi edhe provat e tjera. Ne absolutisht jemi të bindur që do të gjejmë drejtësinë, ne po presim prokurorinë maqedonase të ndërmerr veprim dhe nëse prokuroria maqedonase nuk merr veprim, ne me të gjitha faktet do të vazhdojmë drejt gjykatave ndërkombëtare ku absolutisht jemi të bindur me faktin që kemi që drejtësia do të vijë. Të lutem edhe diçka, familjen kush e mbështet në këtë rast? Përveç jush, që jeni një zë publik dhe i fortë, ku ka mbështetje se nga universiteti nuk është se kam parë dhe kam dëgjuar
Universiteti ka bërë një reagim për këtë studente që përfundoi kështu? Apo autoritetet Kosovë? Po, kemi pasur një protest ku figura publike me rëndësinë të institucione kanë qenë pjesëmarrës, edhe institucionet e sigurisë së shtetit tonë vetë se na kanë dhënë përkrajen, edhe institucionet e sigurisë Kosovës vetë se janë ndërkohë me rastin duke mbledhur fakte dhe prova dhe për momentin nuk kanë dalur me deklarime zyrtare, mirë po padyshim e kemi edhe suportin e plot institucioneve sigurisë ligjzbatuese të Kosovës. Duke uruar që kjo ngjarje të zbardhët, Arpur, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit shumë edhe për ju, Ignaci.